Në qarkun e Gjirokastrës vijojnë rreshtet e shiut, të cilat kanë qenë të pranishme gjatë gjithë natës dhe po vijojnë ende. Sipas të dhënave, situata po monitorohet nga të gjitha strukturat përgjegjëse, nga Drejtoria Vendore e Policisë, bëhet me dije se aksi rrugor Gjirokastër-Tepelen vijon të jetë i kalueshëm me një sens pranë zonës së shkallës së zezë. Edhe gjatë ditës së sotme do të vijojë puna në të gjitha bashkitë e qarkut për normalizimin e problematikave në qendrat urbane dhe hapjen e segmenteve të bllokuara në zonat rurale. Qarku Gjirokastër paraqet situatën më problematike, kështu që në bashkinë e Gjirokastrës, lumi Drino në aksin Gjirokastër-Tepelen është afruar trupit të rrugës, gjë që ka kërkuar ndërhyrje të menjëhershme për forcimin e argjinaturës. Në disa fshatra, Odria, Lungëri dhe Zagori, po ndërhyjet në disa akse rrugore të bllokuara dhe në një urë të vogël në aksin Krin, Tranoshisht, Saraqinisht. Në bashkinë Dropull, ura e Glinës mbetet problematike, ndërsa po punohet për lirimin e akseve Pogon Dropull, Zagori Libohov të bllokuar nga dëbora. Puna e forcave në teren po vijon edhe në aksin Përmet. Në dogana e 3 urave është bllokuar, si dhe në njësinë administrative Frashër dhe disa fshatra përreth ku ka problematika për shkak të rreshjeve të dëborës. Në bashkinë me Maliaj ka problematika të shkaktuar nga lumi Vjos në tokat bujqësore, ndërsa në Tepelen qarkullimi në aksin Tepelen-Gjirokastër realizohet vetëm me një korsi në zonën Shkalla e Zezë. Në qarkun e Gjirokastrës, për shkak të erozionit rrezikohen 13 banesa, banorët e të cilave janë evakuuar dhe strehuar pranë të afërmve ose në konvikte. Ndërkohë, për sa i përket bashkisë Gjirokastër, po vijon puna për rikthimin e aksesit rrugor, veçanërisht në njësinë administrative Antigone, fshatin Dhoksat dhe zona të tjera përreth.